Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur petulla pa maja, pa sot dhe pa pluhur fryrës. Përgatiten shumë shpejt, do ju marrin vetëm pak minuta kohë për t'i përgatitur, bëhen mjaft të shijshme, pa mbuk, të buta dhe nuk përthithin vaj. Qëndroni me mua ta përgatisim bashkë këtë recetë. Një kungulleshk pasi e kemi larë shumë mirë, do t'a grim në rende. Pasi e kemi grirë në rende, do shtojmë krip, do t'a përziem shumë mirë dhe do t'a lëm me një anë në mënyrë që kungulleshka të regjet dhe të lëshoj atë lëngun që ka si perime. Ndërkohë vazhdoj me pjesën tjetër të recetës. Në një enë do të shtojmë 2 vezë, 250 ml qumësht, 2 lugë vaj ulliri, krip dhe masën do ta përziem shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoni për çdo recetë të re të postuar. Do vazhdoj me 7 lugë gjelle miell. Do ta përziem shumë mirë. Këtu është shumë e rëndësishme pasi do ta përziem derisa masa të mos ketë asnjë kokriz. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani në koment. Shihni pak se sa lëng ka lëshuar kungulleshka që grim në rende. Ja heqim atë duke shtrydhur me duar dhe e shtoj masës. Unë kam shtuar dhe 2 lugë djathë kaçkavall të grirë. E kam përzier mirë masën dhe siç e kemi kështu do t'i skuqim në vaj të bollshëm dhe në temperaturë të ngadaltë, jo në temperaturë të lartë. Në momentin që do shtoj masën, vaji duhet të jetë i nxehtë, më pas uleni temperaturën dhe do vazhdojmë kështu. Unë e kam përgatitur me kungulleshka, por ju mund t'i përgatisni edhe me karota të grira, edhe me patate të grira. Unë i kam provuar me të 3 perimet dhe bëhen vërtet shumë të mira. Kështu edhe djali që nuk i preferon perimet, kështu mund t'i konsumoj ato. Janë ideale për t'i marrë me vete në plazh, në punë ose edhe në shkollë nëse keni fëmijë që i çoni në shkolla verore. Vazhdojmë kështu, siç e shihni në momentin që unë shtoj masën, vaji është i nxehtë, më pas e ulim. Dhe siç e shihni janë gati, nuk do prisni as të vi brumi dhe asnjë gjë. I përgatisni dhe i skuqni menjëherë. Unë ju sugjeroj t'i provoni dhe jam e bindur që do bëhen të preferuarat tuaja. Si ju duket kjo recetë? Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.